Përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi në këto orë të para të mëngjesit. Fillimisht njëherë për t'ju uruar një ditë sa më të bukur, një të diel të mbar, një të diel pozitive, të kaloni mirë me familjet tuaja, por njëkohësisht edhe me mua për të ndarë ngjarjet më të fundit, për të bërë analiza rreth lëvizjeve që po bëjnë artistët shqiptar. Dua të ndaloj tek Brikena. Brikena, edhe pse ka qenë shumë e përfolur, edhe pse besoj që ka dëgjuar, për të jam i bindur, dhe ka lexuar çdo gjë që është shkruar për të, sepse në fund të ditës ato janë të parë që lexojnë dhe dëgjojnë, nga fakti sepse flitet për to. Imagjinoni të fliteshte për shembull për ne në të njëjtën formë, do të na i sillnin videot, do të na bënin tag dhe ne do të shikonim gjithçka që ndodhte për ne, ashtu shikon Brikena dhe Mateo. Por çuditërisht, do të thënë po bëj një bumerang të artistëve të tjerë që e kanë bërë, nuk flasin asnjë gjë dhe i lënë gjërat në pikpyetje që audienca të jetë e mbërthyer për historinë e tyre. Ka një kurreshtje të jashtëzakonshme ta dinë publiku se çfarë po ndodh me Brikenën dhe Mateon. Unë jam shumë i bindur, jam tepër i bindur që Brikena dhe Mateo nuk kanë përjetuar një ndarje. Kanë bërë një strategji, pasi që do të startojnë në Top Arena, në varet se kur do t'jetë dita që do të startojnë, dhe jam i bindur që e gjitha kjo është një marrëveshje me produksionin e televizionit Top Channel. Ky është mendimi im, me thënë të drejtën, që të krijohet një dinamike këtill, që publiku të jetë i mbërthyer rreth Brikenës dhe Mateos, të hulumtojnë për to, t'i ndjekin ato, të shtohen followersat, sepse Brikenës janë shtuar goxha followers në Instagram, dhe më pas në Top Arena të zbërthejnë sekretet e tyre, se normalisht Top Channel është televizioni që i krijoi, nuk do t'i lërë Brikenën dhe Mateon që të vërtetën e tyre ta ndajnë në Instagram dhe të vërtetën e tyre ta ndajnë në një media tjetër. Po normalisht historinë sido që t'jetë ekskluzive, ato do t'a japin në Top Channel. Do të them që është një rrugtim i ngjajshëm me Eglin edhe Gjestin vitin e kaluar, saqë Egli e ndjeu për detyrë që të del në një emision edhe ta pranon ndarjen, sepse e pa më që publiku u lodh edhe u iritua nga marrëdhënia e tyre që ishte tërhiqe penin mos e kput, njerë ishin mirë, njerë ishin keq, por këtë gjë nuk e tregonin as pak tek ndjekësit e tyre. Tani, Brikena ka postuar sot një fotografi. Do të thënë, veprimet janë të ngjashme me të Eglit vitin e kaluar. Ka postuar ditën e sotme një fotografi nga makina e saj, ku duket mirë e kuruar, do të thënë një grim të thjeshtë, normal dhe tërheqës. Në sytë e Brikenës nuk shon ndonjë lëndim, se zakonisht njerëzit të cilët janë të lënduar që përjetojnë një krizë, një ndarje në dashurinë që ishin Brikena dhe Mateo, do me thënë që këtë gjën e familiarizuan, këtë gjën e bën aq të madhe, u takuan me familje, buketa trëndafilash nga motra e Mateos, do me thënë ju e dini shumë bukur se çfarë ka ndodh, të mbaron e gjitha për një ditë, do me thënë vetëm budallat t'jesh edhe ta besosh. Unë pash një Briken që ishte e lumtur, pash një Briken që ishte pozitive, shoh një Briken, se realisht e kam postuar fotografin, që ka një energji të mirë dhe e shoh që e gjitha kjo është një përzgjedhje marketingu, strategji marketingu për të qëndruar në skenë që mua realisht më duket e gabueshme. Tani logjika ime nuk ma lidh të vërtetën që këto tregojnë me të vërtetën që ne e dim. Sepse Brikena, po të jetë natyra që e prish ka lidhjen, do me thënë një lidhje kaq serioze, një lidhje që ka hyrë në shpinë e atij djali, do me thënë ka takuar nënën e tij, ka takuar babain e tij, ka nxjerr foto me nënën e tij, duke i quajtur mbretresh. Edhe po të jetë një personazh që e shkatërron ka një lidhje dashurie për një ditë, qoftë ajo një zënke vogël,
mos shkojmë në zënka të mëdha, sepse do me thënë për të ndarë një çift, ndarja vjen nga një rrugë zinxhir. Nuk bëhet ndarja për një ditë, nuk bëhet ndarja për një orë. Do me thënë nuk rindëm ne këtu të dy tek dhoma e ndenjës dhe tash do marr valixhet unë dhe do ndahemi ne, do iki. Me thënë nuk ka shpjegim kjo gjëja, sepse nuk përputhen gjërat, do me thënë vetëm një ditë më parë Brikena nxjerrën foto me nënën e Mateos duke i quajtur me mbretreshën dhe nesrit ndahet nga princi, nga çuni mbretreshës. Dhe kjo nuk ka logjikën. Mua më vjen shumë keq që do me thënë përdoren të njëjtat mekanizma çdo vit tek artistët shqiptar. Si me ndarje, si pa ndarje, publiku i priste Brikenën dhe Mateon të ngjiten në skenën e Top Arenës, vazhdon t'i pret akoma. Uroj me zemër që të binden që këto nuk janë rrugët e duhura dhe të vazhdojnë të tregojnë të vërtetën dhe të sjellin atë dashurinë e bukur që publiku i mbështeti dhe i duar trokiti, sepse publiku i deshi për ato të dy. Në me thënë i vlerësoj Brikenën dhe Mateon të dy bashkë. Publiku do t'i ndjekën si janë bashkë ato, si janë të ndarë ato. Në me thënë publiku përsëri do t'a shet Top Arenës, se përsëri ka kureshtje. Në me thënë në qoftë se Selina do t'jetë moderatore supozoj me Fix Fares, shqiptarët do t'a shohin se kanë kureshtje për të parë rrugtimin e Selinës, shkathësinë e saj. Nuk e kanë, do me thënë nuk do t'a shohin për Gimbon atë emision, mora një shembull. Unë këtu shoh një Brikenë të lumtur, shoh një Brikenë paqësore, tani duke ditur se Brikena ç'a natyre është, për shembull kur është i dhëruar me Mateon një javë brenda në shtëpinë e Big Brotherit, Brikena e mbulonte edhe fytyrën me kapuç që mos e shohin kamerat, që ajo ishte shumë keq, që ajo ishte shumë e mërzitur. Dhe ti ta duash një njeriu aq shumë dhe ta mbarosh marrëdhënien brenda një dite, të nxjerrësh një fotografi me zemër të thyer, pastaj nesër të dalësh xhiro me makinë dhe sot ti je kaq e lumtur, ndërsa Mateo të deli lumtur shumë me fëmijët dhe të bën reklama për pushime, për të udhëtuar, mua nuk më përputhen gjërat sepse ti kur e humb dashurinë, ti e humb njeriu më të shtrenjtë të jetës tënde. Dhe ti e vuan atë. Nuk ka njeri që ka dashur dikë dhe e mbyllën dashurinë me kënaqësi. Sepse këto ishin drejt rrugës së fejesës, do me thënë ishin drejt rrugës së gjërave të mëdha. Ai Mateo që dilte e priste tek aeroporti Brikenën, ai Mateo që e çonte në shtëpitë e Tezja Brikenën. Dhe gjitha kjo, do me thënë, kjo histeria u shua për një orë. Mua më duket si skenari lexuar, me thënë drejtën pak, po gjithsesi ne do t'i ndjekim edhe do të sjellim të gjitha lajmet pranë jush. Unë uroj që të reflektojnë, sepse unë nuk shoh një Brikena të ndarë me Mateon, por unë shoh një Brikena dhe një Mateo shumë të lumtur dhe shumë pozitiv dhe e di që në këtë mes nuk ka asnjë ndarje, po e gjitha kjo gjëja bëhet thjesht për klikime. Dhe Brikena dhe Mateo do t'ishte më e bukura që të dilnin, ta arsyetonin këtë gjën, edhe sikur të kenë përzgjedhur që Instagramet i përdorin vetëm për punë dhe për gjërat e tyre personale, le ta arsyetojnë dhe le ta thonë, sepse ndarje nuk ka në këtë mes ndarje, se po të ishte ndarje, rrugtimi do të ishte krejtësisht tjetër.